Në vend të një viti e gjysmë burg, sa u kishte shqiptuar gjykata themelore në Tetov, dy ish drejtorët e spitalit klinik të Tetovës tani do të vuajnë nga 3 vjet burg secili. Gjykata e apelit në Gostivar ka marrë vendim meritor me të cilin u ka dyfishuar dënimet me burg ish drejtorëve të spitalit klinik të Tetovës, Florin Besimi dhe Ertan Etemi, në lidhje me zjarrin në spitalin modular, ku humbën jetën 14 persona. Në akt të gjykimin e shkallës së parë, të shpallur nga gjykata themelore në Tetov në muajin maj, të dy ish drejtorët ishin dënuar me nga 1 vit e gjysmë burg, duke vendosur mbi ankesat e tyre, si dhe mbi ankesat e prokurorisë themelore publike në Tetov. Gjykata e shkallës së dytë në Gostivar ka sjell akt gjykim me të cilin u ka rritur dënimet nga 3 vjet burg. Seanca publike në të cilën është shqiptuar ankesa është mbajtur më 26 nëntor dhe po atë ditë është marrë dhe akt gjykimi, i cili është ndryshuar vetëm në pjesën e dënimeve. Siç thuhet në njoftimin e gjykatës së apelit, është shqiptuar dhe një dënim më i lartë financiar prej 300.000 denarësh për spitalin klinik të Tetovës, i cili në vend të 1 milion denarëve, sa kishte vendosur gjykata themelore në Tetov, tani si person juridik i përfshirë në procedurë, duhet të paguajë 1.3 milion denar. Nga gjykata e shkallës së dytë bëjnë të ditur se, si të pabazuara janë refuzuar ankesat të pandehurve Florin Besimi dhe Ertan Etemi, si dhe ankesat e spitalit klinik, ndërsa janë pranuar ankesat e prokurorisë themelore publike Tetov dhe të dëmtuarve në pjesën e vendimit për kërkesën pasurore juridike. Kjo është hera e dytë që gjykata e apelit në Gostivar vendos për një akt gjykim të shkallës së parë lidhur me zjarrin në spitalin modular të Tetovës, i cili ndodhi më 8 shtator 2021. Procesi i parë gjyqësor kundër 2 ish drejtorëve përfundoi më 5 qershor 2023, kur ata u dënuan me burg, me kusht, ndërsa për spitalin klinik u shqiptua një gjobë prej 1 milion denarësh. Pas procedurës ankimore në gjysmën e parë të majit 2024, gjykata e apelit në Gostivar anuloi pjesërisht akt gjykimin dhe vendosi që ish drejtorët dhe spitali të gjykohen sërish.